Kam kënaqësinë të ftoj në këtë bisedë drejt për drejt deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Nait Hasani. Zoti Hasani, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni në këtë komunikim të drejt për drejt në Balkan Update këtu në ABC News. Ka një zhvillim të minutave të fundit. Në fakt, jo aq i papritur, sepse të gjitha analizat çonin tek fakti që kryeministri i detyrë Albin Kurti po e mbante peng kohën që kishte në dispozicion për të arritur në këtë konkluzion që pranoi me gojën e tij nga Londra se me shumë gjaz vendi do të shkojë në zgjedhje të reja. Keni ju një koment për gjithë çfarë po ndodh me situatën politike atje dhe me këtë qëndrim apo shpërdorim të kohës nga kryeministri Albin Kurti? Faleminderit shumë, përshëndetje për ju. Që nga 9 shkurti, kur janë majtë zgjedhjet, Albin Kurti ka tregu që i ka numrat për qeverin dhe ka kërku numra për kuvendin. Kjo tregon që ai për kaq muj, diku afër 9 muj, ai e ka mashtru opinionin për numrat. Ai ka deklaru çdo herë, votom në ju kryetarin e kuvendit sepse unë i kam numrat për qeverin. Kështu që tani ai deklaron nga Londra që edhe këta nuk i ka numrat, kjo tregon papërgjegjësinë e tij politike, sjelljen e tij injoruese dhe ignorancën e njeriu të parë të qeverisë që ka qenë deri më tash. Për mua është e papërgjegjshme politikisht, po edhe ndoshta kur detën dilën do ta jep një rezultat ai që ka thënë që i kam numrat. Në orën 12:00 e mbyll afatin kohor kushtetues mbas dekretit presidentës që deri me 26-in do ta formoj qeverinë. Nëse këtë nuk e bën, atëherë ai tregon papërgjegjësinë politike, tregon nivelin e ulët të moralit politik dhe një sjellje ignorante. Për mua është që dështimi i tij do të jetë një variant tjetër që kandidati i dytë, ose njeri i dytë, po ashtu nga partia e parë do të ketë mundësinë edhe 10 ditë, tani nëse dhe ai nuk e bën, do t'i kaloj partisë së dytë. Partia e dytë, Partia Demokratike, i ka mundësitë ta bëjë. Si ka zoti Hasani mundësitë Partia Demokratike e Kosovës për të formuar qeverinë e re? Kuvendi i ka 120 deputet. Po. Albini i bën vetëm 58. Po. Do të thotë edhe 61 deputet tjerë janë, 62 deputet janë të gatshëm që të votojnë. Pra, problemi qëndron lista serbe. Lista serbe me 9 deputet e ka nda kuvendin e Kosovës. E ka përqa kuvendin e Kosovës. I ka shti në elementin patriotik dhe tratar në kuvendin e Kosovës. Do të bashkëpunonte PDK-ja me listën serbe? PDK-ja nuk bashkëpunon tani. Lista serbe e ka zgjedh Albin Kurtin kryeministër. Lista serbe e ka zgjedh Vjosa Osmanin presidente. Po pas rastit të Banjskës 2023 shtatorit, ata e kanë dalë nga gjitha institucionet edhe tani është kriju kjo rrethan politike. E kjo rrethan politike për momentin nuk zgjidhet. Nuk ka mundësi ta zgjidh Partia Demokratike, nuk ka mundësi ta zgjidh Lidhja Demokratike, nuk ka mundësi ta zgjidh as vetvendosje. Prandaj, zgjedhjet do të jenë të pashmangshme, po për në rrethana të tilla do të prodhojmë prapë një gjendje të tillë. E për të ikë kësaj gjendje të tillë, kisht me qenë e udhës, e drejtë, e arsyeshme dhe politikisht e qëndrueshme një qeveri e përkohshme, tranzicioni, me ndryshimin e disa ligjeve cilët janë ligji për zgjedhjet, ligji dhe marrëveshjet ndërkombëtare që i kena, që duhet me miratu, edhe ligji për buxhetin. Edhe kështu që ne kena edhe zgjedhjet për presidentin në prill, edhe dhe atëherë do ta kishim mundësi që t'i rregullojmë gjitha këto edhe të shkojmë me një qeveri tranzicioni e cila do t'i jepte mundësinë balancave edhe ndryshimit numrave edhe
Mirë, një qeveri tranzicioni në fakt është propozuar më herët edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Jeni ju në kontakt me këtë subjekti cili ka dalë forcë tretë politike në zgjedhjet e 9 shkurtit dhe ndoshta mund gjënit një rrugë të mesme për t'i ofruar më pas një marrëveshje edhe vetë vendosje se do duhet bashkoheni për të ndërtuar këtë lloj qeverie që paktën do t'i hapte rrugë disa elementeve që lidhen me buxhetin e të tjerë që ju i përmendët. Unë mendoj që Lidhja Demokratike ka deklaruar që na duhet një qeveri tranzicioni. Po. Po duhet bashkëpunohet për gatritin. Unë e di që tani kena në zgjedhje lokale këtu, ose zgjedhje për bashkitë që thoni. Edhe ne jemi diku jena bashkë, diku jena në kundërshtim ose që duhet partneriteti njëri tjetrit. Edhe këto sigurisht që do të ecin avantazhet për me shku bashkë për me pas një koalicion qeverisës në për bashki. Dhe besoj që do të arrihet marrëveshjet për komunat caktume dhe kjo do të ndikoj pozitivisht që të ketë një mundësi kur dështon partia e parë për ta bërë qeveri, të ketë një propozim edhe të ketë një mundësi të krijohet edhe një qeveri uniteti apo një qeveri tranzicioni apo një qeveri të përkohshme deri në zgjedhjet e ardhshme. A ishte nevojshme, zoti Hasani, që vendit kalonte në për të gjithë këtë sag të gjatë politike që nga 9 shkurti e të shkonte dhe në qeveri, e të shkonte dhe në zgjedhjet lokale me një qeveri në detyrë? Ishte nevojshme kjo gjithë ky cirk politik i drejtuar nga Albin Kurti dhe a e meriton Kosova në fakt një situatë të tillë politike? Ne kena humb mjaft shumë, kena humb kohën, akoma jena në sankcione politike nga Bashkimi Evropian dhe kjo humbje kohe është pasojë e politikës injoruese të Albinit, i cili me injorancë e vet ka deklaruar në fundin e fushatës, kur ai ka deklaruar në fitore në ekstazin e tij që këta janë analfabet, edhe kështu që ajo ka humbur të drejtën legjitime të mbështetjes së tjerëve. Në anën tjetër, Partia Demokratike i ka dhënë drejt kuqe që na nuk bëjmë koalicion me juve. Po. Dhe partive që i ka ofruar koalicion ka qenë Lidhja Demokratike. Ajo nuk e ka pranuar koalicionin pikërisht sepse në 2021 e ka përjashtuar nga qeverisja. Dhe kjo do të thotë që është një gjendje askush nuk do koalicion me ta. Përveç deklarimit të Fatmir Limës si nisma me 3 deputet, për shkak gjendjes politike tina tani që është, ai ka ofruar një bashkëpunim me arsyen e kryetarit të Kuvendit, po nuk e ka pranuar kryetarin e Kuvendit, t'ia jep, dhe kështu që edhe ai është në kundërshtim me këto pozicionet e zgjedhjeve. Po. Tani ne domosdo do të shkojmë në zgjedhje, po këto zgjedhje do të jenë sipas mendimit tim me një qeverisje të përkohshme, qeverisje të unitetit, qeverisje çfarë do emrit janë gjesim, vetëm që të shkohet në zgjedhje dhe të krijohet ligji për zgjedhjet të përmirësohet, marrëveshjet ndërkombëtare dhe ligjet për buxhetin për vitin e ardhshëm. Po, zoti Kurti nga Londra me takimin që pati aty me diasporën tha që ka shumë inate, tha është një atmosferë shumë e tensionuar, ka xhelozi tha me subjekteve politike, një qëndrim që duhet të themi gati në nivele qesharake. Zoti Hasani, ju falenderoj shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Jemi mirëpritur në Ballkan Update. Faleminderit shumë.